Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allah azza wa jall, do vazhdojmë sot temën rreth trajtimit për mesasem se si trajtonte gjunaqartë dhe mëkatarët. E përmenda në gjëratën e kaluar që nuk ka njeri i cili nuk gabon. Se cili për neve gabon, a i cili mendon se nuk gabon, realisht vese gabon. Dhe përmenda se nuk ka shoqëri perfekte, për shkak se shoqëria përbën antarët e saj janë gjunaqarë mëkatarë si gabimtar, më mirë me thonë. E kështu që edhe shoqëria nuk ka perfekte, mirë po shoqëria më mirë që njihet në historia shoqëria e Pejgamberit s.a.s. E andaj ta shohim se si Pejgamberi s.a.s. i ka trajtuar gjunaqarët dhe mëkatarët. Unë fillova edhe i përmenda disa prej pikave. Sot me lenin Allah do ta përfundoj duke i përmendur disa pika tjera të cilat na kanë mbetë. Pejgamberi s.a.s. kishte raste kur një gjunaqar, një mëkatar ose një gabimtar e bojkotonte për një periudhë të shkurtër derisa të vijë urdhri i Allahut apo derisa të pendohet ai person. Kjo është një formë prej formave të edukimit besimtarit. Ka raste ku e shef një person i cili gabon ose bën disa gjunaje që nuk janë të hijshme për një besimtar. Edhe këshillon nuk bie dakord që të ndryshohet, edhe vazhdon me këmbgullet gjunahun e tij. Në kësi raste lejohet që besimtari nganjëherë bojkotohet. Qëllimi i bojkotimit nuk është qëllimi këtu të largohet ai krejtësisht jo. Qëllimi është edukim. Ashtu ka vepruar Pejgamberi s.a.s. Normalisht nuk lejohet më shumë se 3 ditë me bojkotu një vëlla musliman kur është pyetje çështje e dunjos. Ktu nuk ka të bëjë me çështjen e dunjos. Ktu ka të bëjë diçka me fenë e tij, me edukatën e tij, me moralin e tij, me sjelljen e tij. Në kësi raste lejohet që të bojkotohet më tepër se 3 ditë. Pejgamberi s.a.s. si argument normalisht dietar zakonisht e marrin është rasti i Kab ibn Malik, i cili nuk doli me Pejgamberin s.a.s. në betejë. Kjo hadith është një prej haditheve bazë që dëshmon këtë realitet që po e flas. Dhe se Pejgamberi s.a.s. ka bojkotuar për një periudhë të gjatë, disa ditë me qëllim që të pendohet dhe të kthehet Allahu ose të zbresë një jetë i cili do thotë aludon që ky person është penduar dhe është kry. Ne normalisht tash nuk kemi shpallje. Edhe Pejgamberi s.a.s. nuk e kemi me veti. Tash dietar thon, a lejohet me bojkotu një musliman apo jo? Thon kështu. Nëse te ai ka ndikim, te ka mundësi që ndryshohet gjendja e tij, atëherë lejohet që të bojkotohet derisa ai person përmirësohet. E ke dos për zemrë, e ke mik për shpirti. Edhe e shef që ky person gabon, vjen keq, e këshillon, nuk përmirësohet. E bojkoton, nuk i flet. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, e shef që realisht përmirësohet. Mirë. A ndikon te secili jo? Nuk ka mundësi me ndiku te secili. Ka raste ku ndodhe kundërta. E nëse e di që një shok që e ke dos shpirti, taj ka mundësi me ndiku negativisht bojkotimin, se është më i dobët në aspektin e fesë. Atëherë nuk e bojkoton. Po vazhdon me këmbgule ta këshillosh, edhe plus asaj ban dua për të. Pejgamberi s.a.s. te Kabi edhe 2 persona tjerë e ka vepruar një gjë që nuk e ka vepruar me 80 e ca tjerë. Për shkak se ata që nuk kanë dalë luftën e Tebukut nuk kanë qenë vetëm se 3, ka pas më shumë se 3. Kanë qenë diku mbi 80 persona. Po Pejgamberi s.a.s. këta 3 i veçoi dhe ju dha urdhër sahabëve që ti bojkotojnë mos që flasin atyre. Ta shohim shkurtimisht rastin e Kabit para se me vazhdojmë me pikat e tjera. Rasti i Kabit është i njohur, kanë ardhur disa transmetime. Një prej tyre Kabi vetë thotë se ditën ose luftën e Tebukut nuk dolan në betejë. Jo që nuk e kisha mundësinë, e kanë pas fuqinë, edhe plus asaj i kanë pas edhe 2 deve me vete, që çdo herë që herave tjera nuk i kanë pas. Këtë rast thë i kanë pas 2 deve, që ka pas mundësi me dalë. Ha sot nesër, nxeht shumë, lufta e Tebukut ashpritje me qenë ashpër, rrugtimi i gjatë, ka pasur shumë vështirësi gjatë rrugës, normalisht edhe ashpritje me pas armiq gjatë rrugës, thot Kabi me dyshime, atë shkoj, atë dal, mos dal, ka qenë periudhë ku frytet kanë filluar që do thot të piqen, edhe normalisht hija i ka josh, që shkojnë duke ta zonë një vend ku ka hije, mos dalin nxehtë. Ka pas shumë faktorë që kanë ndiku. Jo që nuk ka prezantuar betejë tjera. Gjitha betejat Kabi ibn Malik ka prezantuar, përveç se betejës Bedrit. Për shkak se realisht nuk ka qenë synimi për betejë, po pastaj ka dalë betejë, thotë gjitha betejat tjera kanë prezantuar. Po në Tebuk ka dështuar. Ka shkuar Pejgamberi s.a.s. ata që kanë shkuar, është nisën. Pastaj thotë dilshën në Medinë, hedhshën në Medinë edhe i shysha njerëzit pleqt,
Ata që nuk kanë pas mundësi me dalë, ky shëndosh, e mirë, me gjitha mundësit e ka hongër ndërgjegja për brenda. Tha, e prisha kur do të vije për mësem, çka mi thonë në ati? Çka ti thonë? Tha, e vendosa ta gënjej. Edhe ti thomë se jarë Allah, e kam pas një arsye, edhe nuk kam dalë. Po dikur me ndova, tha, si do tjetë çështja nesër, kur une ai do ta kuptoj realitetin tim, që do t'i vje shpallje. Edhe atërë unë që ka mundësi që t'i dalë për para, kur ai se më rot me mu. Kështu tha vendova Kabi, vendosa sinqerisht që të dalë para pemesem, t'ja tregoj të vërtetën se si që dhërëm. U konsultova me disa prej familjarëve të mi, normalisht ata e kanë ditën se si do t'jetë çështja. Megjithatë ky Kamguli tha unë do t'ja tregoj të vërtetën. Erdhi pemesem, u kthy. Pasi që u kthy, tha shkoj si që ka pos zakon pemesem, era por pasi që vinte prej udhimeve, shkonte në xhami. I falti 2 rekate, edhe pastaj ulej që ndronte me njerëzit. Njerëzit filluan që të shkojnë te pemesem edhe të arsyetohen. Numri i tyre nuk ishte vetëm se 3. Numri i tyre ishte 80 e ca. Filluan secili të arsyetohej veten e tij me lloj-lloj forme. Disa prej tyre tregonin se kanë pas këtë arsye, pemesem secilit ja ka pranuar arsyen. Ka gjykuar mbas jashtës. Kjo është një mësimi për neve se nuk lejohet që të hyjmë në zemrat e tjerëve. Se ne nuk e dimë realisht çka ka në zemrat e tyre. Ti mundesh me marr me thonë se unë vallai ma merr menja se ti çka ke dosh, ose pse. Pemesem i ka njoft, i ka ditë, megjithatë gjykimi i tij ka qenë sipas asaj që ata e kanë thonë. Çështja e brendshme i takon veç Allahut azh xhel. E vjen tash dikush që ti arsyetohet me një arsye dhe ti nuk e pranon, është pak problem. Realisht për shkak se ti nuk e di niyetin, ti nuk e di arsyet, ti nuk e di rrethonat. Ti mundesh me ditën veç atë jashtën që ai ta thotë. Tha, unë e shkova tash të bisedoj me pemesem. Edhe i tregova, i thash, kur shkova, pemesem e pash që kur unë pa u bosqesh me një bosqesh e hidrimi. Dhe më tha, eja, shkova ula, që ndrova para ti. Në atë momente, më tha, o kap, pse nuk dule? A nuk pate mjetë, ta shte e ke marrë dhe një kafë qëtër, do të ka pas një mjetë shtesë transporti. Se përpara ka pas një deve, tash 2, ka pas mundësi njërën me lanë edhe qëtëra me imbet për shtëpi, për nevojët e shtëpisë. I tha shërësh Allah. Pasha Allahën, si kur t'isha ullë para dikuj qëtër. Prej kësaj dunjoje, cili do kishte qenë aj. Allahu më ka dhonë aftësinë e elaborimit që ta mundi ose ta bindi atë me cilat do fjalë. Ka pas aftësi të mëdha në bisedë. Allah zë gjele ka dhënë. Po, ta nuk du që të arsyetona. Unë nuk kam dalë, edhe nuk kam pas arsye për mos me dalë. E kam pas edhe fuqin, i kam pas edhe mjetin. Nuk kam qenë maj fuqishëm, edhe maj pasur se sa tash. Kur ja tha këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi Allahu azza wa jall, ky tha u paraqiti sinqert. Tha shko derisa gjykoja Allahu për ty. Kabi tha, pasi që dola, vrapun më njëherë disa prej fisit Beni Seleme, edhe filluan që të mbindin ta ndryshoj fjalimin tim. Filluan të më thonë, jo, përgënjështroj vetën realisht më thonë, shko thuj pemesem se kam pas arsye, se jo, se nuk është e vërtet kjo që i thashe, kujt më shka, derisa dikur tha fillun të mbindin. Edhe ndërkohë i pyeta tha ka pas një sikur se unë tha po dhe 2 persona e kanë thonë njëjtën gjë dhe njëjtën gjë ka thonë pemesem. Kush janë ata 2? Tha aja Murara ibn Rabi'at al-Amiri edhe qetri Hilal ibn Umayt al-Waqifi. 2 persona, 2 burra tha që kanë pas nam. Mesin e sahabëve dhe kanë qenë me renome të mirë. Për shkak se kanë qenë që kanë prezantuar luftën e Bedrit dhe janë njohur burra të mirë. Tha pasi ata 2 pasan mendosur ashtu tha dhunë do të qëndroj ashtu. Edhe ashtu mbeti. Shkova te shtëpia ime. Pemesem tha ju dha urdhër sahabëve që neve të treve mos na flas askush. E hron shumë para mendoj njëri më i dashur. Mos më fol me ty. Shokët më të dashur që me ta që ke qëndruar me ditë edhe me natë. Edhe me të bojkotu, me të distancu nuk është e lehtë, është e rëndë për zemrën. Megjithatë, ka formë edukimit për shkak se veprimi i tij ka qenë i gabueshëm. Se realisht është dashur me përgjigj ftesës pemesem. Urdhri i tij është urdhër i prerë. Nuk ka mundësi që të diskutohet. Edhe ka qenë çështja e muslimanëve që duhet me dalë në betejë. Edhe thot Kabi tamam. Tha fillum u largun muslimanët ta na bojkotojnë. Muslimanët ndryshuan sjelljen e tyre, çuditshme. Deri që ke pas doste, ke pas mik tash ndryshon.
Shikoni, ata kanë ndryshuar për mirë. Ata kanë ndryshuar për interes. Kur nuk ja çon qefin, kur ja prish biznesin, kur nuk ka diçka të përfitoj diçka prej te, kur përfundon e lidhja e interesit moçaç. Se tash i kemi dy lloj vllaznive, ose dy lloj vëllazërisë në Islam. Këtu përfshihen motor, normalisht për shkak se unë po flas në aspekt përgjithshëm. Vllazëria në Islam për Allah, vllazëria në Islam për interes. Fatkeqësisht, tash i kemi dy lloj vëllazërive. Kjo vëllazëri e interesit normalisht përfundon momentin e parë që përfundon interesi. Edhe atëherë ka mundësi dikush me të bojkotuar këtë formë. A dini pse? Për shkak se ti nuk ja çon qefin atij dhe nuk do me i dhru Allahun, nganjëherë e bojkoton ose i fol diçka që e shef që është gabim. Ama normalisht atij nuk i vjen mirë për këtë arsye të bojkoton. Mos u mërzit si rasti. Mos u mërzit hiç. Përkundazi qëndron atë që je nis. Për shkak se ti je drejt. Se pyetje këtu është për Allah, nuk kam pyetje këtu interes unë edhe ti, jo. Këto është pyetje çështja e fesë. A kam bë diçka mirë apo nuk kam bë diçka mirë? A është i dhuru Allah me mua apo jo? Kjo është pikë pyetja. Ama kur është pyetje dunjoja, mos u mërzit për atë. Se dunjon tonë ka kush ta garanton. Çështja është te feja jote. E Kabi thot shumë random ka. Por shkak se normalisht krejt shoqëria me të bojkotu. Edhe shokët e përmesëm mos me të fol, është e rëndë. Megjithatë është pajtuar me atë që e ka thonë, edhe ka pritur urdhë prej Allahut azza wa jall. Në këtë rast, tha shkova te shtëpia ime, ata dy shokët e mi, tha fillonin për me qajt, ose realisht qanin në për shtëpitë të tëre, pandaliq, edhe qëndronin shtëpi. Tha unë isha më i fortë, më i ri, edhe dilja, disha ta jashtë për mi falë namazet edhe shkojshë ka në treg. Kur shkojshë në të në gjami, e shifshë në për mesa sem, i jepshë në selam, tha pastaj, tha, vesh tësha me po buzët e ti, ja kanë lëviz që të më kthej selamin apo jo. E falësha tha namazin, edhe dilshë. Gra njerë u falke, e ka pas afër për mesa sem, e ka shiku, mos me shikon për mesa nuk e ka shiku. E tha, kur drejtojshë, tha, më falë namaz, a i më shikoj këta për mesa sem. Kështu tha vazhdoj për disa ditë, mirë po ditët tha ushtonin. Gjendja e tij është vështirësu, toka sa e gjerë që është, tha më kushtu shpirti, më kushtu. E rëndë, mos me të folë askush me dol Medinë, me dol tash qytet, mos me të folë kërkush me ty. Edhe e di fajin, realisht e pa fajin nuk është problem, funit këtë dunjoj mos me folë nuk është problem. Tha një ditë për ditëve pas filloi me zgjat ky bojkotim, ta shkova ta vizitoj djalin e miqës me Bukatadën. E ka përcjeva murin e kopshtit ti edhe takova e Bukatadën edhe i fola. Djali i miqës njëri më i dashur për zemrat time që kam pas. Janë rrit, kanë net bashk, dost mik. Djali miqë, tha i dhash selam, tha pashallah, tha nuk më kthej selamin. I thash, o e Bukatadë, beta i bano. Ti e di që unë e du Allahun dhe e du pejgamberin Allahut. Tha nuk më folke. Tha, apet, o e Bukatadë, ti e di që unë e du Allahun dhe e du pejgamberin Allahut. Tha Allahu e di, pejgamberi ti e di. Ta kjo më preki shumë, ta sytë më mbushin me lëtë. Gjali miqës, edhe po dyshon alon, dashnin teme që e kam për pejgamberin Allahut. Edhe tha tamam, e poshta se ku është ora. Ta pasi që kaloi, pak erdhi një person prej Shamit, një fshatar i Shamit, me vete kështë pas një letër, tregtar, ka me mot tregti prej Shamit në Medinë. Që atëherë normalisht tregtia ka qenë e tillë më afër, kanë shku në Sham, për shkak se edhe Shami ka pas më shumë fruta dhe perime dhe kanë pas nevojë për tregti, tregtar kanë ardhur, kanë bërë kompenzim ose kanë shit, ka pas shit blerje. Me vete ka pas një letër e kërkonte Kabi ibn Malik. Kush është Kabi ibn Malik? Kabi ibn Malik i tregoi një bën me dorë se ky është filoni, më jep një letër. Letra ka qenë prej mbretit Gasanve, i krishterë. Edhe më thanë letër, kam dëgju që shoku yt ka distancu. Allahu nuk do të lërë në një vend që është vend ku bojkotosh edhe nuk të japin drejt aty, shikoni fitnet. Tha eja te unë. Qa kishe bo ti, ose unë, ma ishë për të njësi fitu, qa kishe unë edhe ti, ndoj pak vetë, ndoj pak rasin të veqa, kthej pak. Qa kishe bo ti me një ras ku ty të bojkotoj, edhe nuk do me po kërkush, edhe ta qonë dikush një letër që ti hap shumë mundësi. Ndoshta kishe me ranë këtë sprove dhe për me shku Allah në rujtë. Kishte qenë një musliman, tamam, nashta në dhe aspekt, forma qera, do në thonë që me shku me qëndru për një periud disa të po jo, urdhë për me qëndru në shpe, më largu tamam. Edhe tha nuk kro, e posh që është fit në qëtër. E morë letër të shkova të zjarit dhe e gjega më njarë. Tha, pas 40 ditve erdhe një person që kështë pas dërgu për mesësën. Edhe më tha, o kap,
largohu prej gruas tënde. I thash, ata divorcoj, apo të largona, ti mos kem kontakt me te, tha jo, largohesh prej saj. Tha njëjti kishin pas thonë dy shokëve të mi. Po gruaja e Hilalit kishte pashku te pejgamberi edhe i ka thonë njëra sholla që Hilali është i vjetër dhe ka nevojë për kujdesje. I ka thonë pejgamberi qëndron me ta veç mos ta afrohet, i ka thonë i tha ja Rasulullah, i tha që ai nuk as që shkon menja dikun. Ai çon tan ditën. Edhe kapi tha gruas vet, merri rrobat shko te shtëpia prindit tan. Ishte dita e 40, dita e 40. Edhe 10 ditën e 50, tha shkuan, më fund 50 ditë. Pas 50 ditëve tha pasi që e fala namazin e sabot, shpirti tha filloi më ngushtu. Edhe toka më duk shumë e ngusht, për shkak gjerasisë së saj, atë shumë që e madhe që është. Tha në atë momente e dëgjova një njeri i cili bërtiti me zot lart o ka përgëzo. Tha e dita që ka ardh lecimi. Rastësisht e falendrova Allahun, erdhi personi që të më përgëzoi, rrobat që ka i pata tha ja dash atij. Pasha Allahun tha nuk kam pas rroba tjera. Ja mora dikujt borxhi, ja huazova rrobat e tjera, veç shkoj të takoj pejgamberin e Allahut azza wa jall. Para mendon. Kjo është argument se njeriu kur e përgëzon dikan me diçka për të mirë lejohet për me dhon diçka dhurat. E tha u gëzova shkolla me një herë te pejgamberi. Sahabët tonë pritnin, gjithë ishin pas gëzu për pendimin tim, se pejgamberi Allahut ishte pas lajmëruar mëngjes që Allahu ja ka pranuar atyre treve pendimin. Gjithë u gëzoheshin. Tash te ne, a gëzohet dikush kur të gjon për ty mirë? A gëzohet dikush? A gëzohet për mua dhe për ty? Ose ne a gëzohemi për dikën tjetër? Kur ti e shef dikën që po vjen edhe ka ardhur një lajm i mirë për te, që personi është përmirësuar ose personi është penduar ose ka ndonjë mirë, a gëzohesh? Pikpyetje. Për shkak se zemrat e tona përgjithësi janë pushtuara nga zilia dhe nga urrëqja dhe nga armiqësia. Për shkak se neve nuk na vjen mirë, larg gjokset e tona ngushtohen me dëgju lajme të tilla. Po këto nuk janë cilësitë besimtarit. E këta besimtarë, kur e kanë dëgjuar që ky person është penduar, më njëherë kanë përgëzuar. Edhe ka shku te pejgamberi, kur ka shku te pejgamberi e ka pa që është buzëqesh, fytyra e tij është buzëqesh. Që i ka mirë, i ka thonë ja Rasulullah. Ka thonë a prej teje prej Allahut? A ti ma falë? Do thonë ti ma bëna Allah që nuk dola me ty? Apo kanë zbrit ajete? Jo, tha prej Allahut. Edhe përgëzoj kap. Se kjo ditë për ty kjo është dita më e mirë prej asaj dite që të ka lind nona jote. Edhe Allah Azza wa Jall që pas zbrit ajete ku tha Allah Azza wa Jall wala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim. Tha ata tre që nuk dolën betej. Ata tre që dunjoja ju ngushtu për shkak gjerësisë së saj. Dhe poshtu shpirtat e tyre u ngushtuan dhe nuk gjetën strehim tjetër përveç se streha Allahut. Allahu i përgatiti për pendim dhe Allahu pranoi pendimin me të vërtetë. Allahu është pendim pranuesi dhe ai është mëshiruesi. Këto ishin argumentet që zbritën për 7 kaqive për Kabi ibn Malik. Pa mësim e bojkotoi. Bojkotimi doli i dobishëm. Po pa mësim e njifte mirë. E andaj një prej metodave që ka përdorur pa mësim me gjuhën e çorme, mëkatari. E ka përdorur këtë metodë. Andaj është mirë më përdor. Po varet tash ku ai gabon, çka gabon, edhe varet vetë personi. Te Kabi është prit, ata kanë qenë 80 e sa, po këta tre kanë qenë më të veçantë për shkak se kanë qenë sinqert për pejgamberin. Momentin e parë, arsyetimi i tyre nuk ka qenë arsyetimi i munafikëve. Për shkak se ata që kanë shkuar ato qendër në arsyetu i kanë njohur pejgamberin, i ka ditën që janë munafik. Një pjesë e tyre, po megjithatë nuk i ka thonë ti munafik, po gënjen. Ti munafik. Po inshallah me lenin Allah do ta shohim për nesër, do të fillojmë se si ka trajtuar pejgamberi munafik. Ka shumë rëndësi, se te na shpesh gjuhët tona lishon dikujt i cili nuk ka të bëjë me munafiklëk, etiketon si munafik. Ose munafikun e merr për dost, e kundërta. E njeriu duhet me ditë se si ka trajtuar pejgamberi këtë shtresë në shoqëri. Megjithatë, pejgamberi nuk i ka etiketuar, nuk i ka thonë ju një munafik, edhe pse e ka ditë. Ja ka lënë se Allahu xhen. Këta tre ka pasur që sinqert. Ka thonë ashtu do mbetej, derisa të gjykojë Allah. Edhe ashtu ndodhi. Kjo është e prej metodave. Metodë tjetër që pejgamberi më ka përdorur me gjëra të qarta mëkatarët. Nëse dikush e bante një gabim, shkaku i padijes së tij ose shkaku i thjesht ka qenë gabimisht.
Pejgamberi sa ishte i butë me ta dhe nuk e qortonte, nuk ishte i vrash me ta. Për shkak se realisht ai i cili gabon këtë formë, ai nuk di, padijshmi është i padijshëm. Nuk ka mundësi ti me marr me akuzu për diçka që nuk e di, ose ka vepruar gabimisht. Se secili jemi gabimtarë dhe gabojmë. Secili prej neve ka diçka që nuk di. Edhe secili prej neve vepron diçka që mundet me gabu. E tash me ardhi kush me qurtu me vrasësi është problem. E pa mësem një prej rasteve thot Muawiya ibn al-Hakim al-Sulemi. Ta ishim duke fal namazin me pejgamberin, ndërkohë njëri të shtiti, edhe ky tha yerhamukallah. Normalisht personeti tash besimtori më thonë alhamdulillah, falendro Allahun, ai i cili dëgjon më thonë yerhamukallah. Allahu të mëshiroft, ai i cili ka të shtit më thonë yahdikumullah, wa yuslib alekum. Allah ju uzov dhe e përmirësoft gjendjen tuaj. Të shtiti. Thoni thash yerhamukallah namaz. To sahabët tha më njëherë kur thash ashtu më njëherë syt me lishu, më vështron ka unë. Nuk kam me njëri ka skaditër në kodon, ka thonë, ka me du që mirë është. Tha kur i poshtë ashtu, tha mos më pasë nëna, tha shka keni me mu? Namaz. Sahabët i kanë ra me dorë, i kanë shu kopshës, që mi thonë që heshtë, që nuk banë me folë namazin, namazi e. Tha mas e krytëm namazin, tha vallahi, tha nuk kam po mësus më të mirë, as më herët e as më vonë, se si për mesasem. Nuk kam po mësus më të mirë. Edhi tha shka më tha, a ka mujtë mi thonë, e, shak i bo. Qysh po nuk ban namaz, nuk ban me fol. Ti na ki bën me problem, na ki bën namaz problem, edhe qet xhamatin e ke shpërqendru, ku e diun çka? Jo. Tha, ky namaz, kjo është namaz. Tha namazi nuk lejohet me fol. Nuk lejohet diçka prej fjalëve të njerëzve. Po namaz ka tekbir, ka tesbih, lexim Kuranit. Çaq, to është fjalët. U kry, ai kuptoi mesazhin. E mor vesh se namazi nuk po bajka kur dish namaz kutu Allahu Akbar për këtë arsye thot tekbiru te ihram. Tekbiri ku çdo se pas asoj ndalohet përveç asoj që realisht lejohet sipas Islamit. Fjalët e Allahut, tesbih, tekbir, Kur'an. Çash u kry, u përsërit mesazhi. Kjo është mësim për neve se si duhet me trajtu një person i cili nuk di edhe gabon padia e ti ndikon te gabimi i tij ose gabon pa qëllim. Pejgamberi sa kishte raste ku nganjëherë me dorën e tij vetë largonte do thotë një vepër e cila është ndaluar, nëse shifte një të keqe. Një prej rasteve, ama normalisht në varret. Të secili tash nuk mundesh me shku me zinxhirin, apo e shef të njësh ka zinxhirin çafën e tij thotë po është bakër nuk është alltan, tamam me mirë. Ama nuk është përngjasim. Pejgamberi ka ndaluar ti përngjasoj burrit, burri gruas edhe grua jap ti përngjasoj burrit. Edhe kjo ndalohet. As nuk lejohet qafori, as nuk lejohet do thotë ato që i vendosin këtu në dorë për shkak se është përngjësim me gratë, edhe pse është prej argjentit, se është prej bakrit. Prej argjentit. Ka mesa se një prej rasteve, siç e thek Abdullah ibn Abbas i tha, e pa një njeri që kishte arin, ari, gishtin e tij. Ari. Normalisht ari për burrat ndalohet, për gratë lejohet. Ka mesa kur e pa, shkoi edhe ja mori ja heki, ja xhujti. Edhe çka i tha? Ka mesa sa më tha ndonjëri për juve i mësyn gacës së zjarrit për ta vendu dorën e vet. E çuditshme. E ke marr vetë me dorën tënde e ke vendu. Ti realisht me dorën tënde do për me marrë për me vendu kishin tan një gacë që është gazjarri. Është unaz. Unaza nuk lejohet as unaz fejes, as martese, as ndarjes, as nuk e di çfarë unaza është. Shko lidhje. Unaza për jari nuk lejohet. Pasi që e hedh për mesasem ja gjun, i thon sahabët shko merre përfitose, lejohet përfitimi. Për jari nuk është në mundesh me shku te artari me shkrinjen ose me shitën, më dhon çata parë në fukarosë. Tha vallahi tha a e ka gjujt dora për mësem nuk shkoi ta për mor. Për mësem e ka njoft, e ka ditë, ama mundesh se secili me vepruar ashtu. Jo. Te dikush mundesh, ta isha ki autoritet, çka ki dashni te ai, mundesh, por shaq se shkon do edhe nëse ja hek, nuk thot kurrë. Thot Allah shpëlbeft, di se ja do të mirë, nuk preket me ty. Ama të donjoni vallahi me shkuën, mund të më bë problem te lashe me tre. Ta më shon doni boksa tani diçka dhe taksirat. Handaj do thot duno me ditë se do me përdor këtë metodë do të pasën pak do të di se ku kryesorja pamësem e ka vepruar për shkak se e ka ditë. Edhe ky sahabi nuk e mori, le të përfitojnë muslimanët, le ta marrin kush doja, le të përfitojë. Pse ka pas raste ku pamësem nuk i ka fol. Nëse e ka po, e njëjti rast me unaz ari, si thotë Abu Said al-Khudri tha erdhi një njerëz te prej me xheronit. Te pamësem ja po unazën e arit, pamësem është u shmang për ti, edhe i tha më merre dorën tënde ke unaz ari. Varet në forma, metoda e trajtimit gjunaqarit mëkatarit. Nuk mundet me secili një. Tash varet ti e shef personalitetin e tij, karakterin e tij. Veçanti kur e njeh dikën, e di se aprekat apo nuk prekat. Ti do m'ja bëni të mirë, nuk shkon çdo tash mi thon se cili tej, kjo nuk bën.
Po në alë pasaj për i noti shkon e ban. Taj 50 vjetë për cigare ti shkoj thue, cigare është haram. Taj nuk për di. Po ti në gjdo pa tjetë shkruun ma i spari që cigare e vret. A je di do thot që nuk ban. A ma ty shri mas 50 vjetë mi shku mi thonë në i lejtë cigare, po e thot e të larku më më këtone. Për i noti shkon e kollë një. Karakteri është ashtu. A shëmpju që ti tamam, edhe fillim të islamit kër ka nërë, ajetet nuk ka pos ndalesa. Ka posën xhenem. Qëllimi ka qenë që të zbutet zemra. Deri kur? Deri sa ata të forcohen shpirtërisht që nesër mos ta kenë problem që shenë udhëve ndalesave. Kur ka pasaj urdhë ka zbatu, kur ndalesa janë largu, alkoolin e kanë pi sahabët. Alkool që është ndaluar, një periudhë gjatë kanë pi alkool. Derisa ka ndalesa. Pse Allah Zoti nuk e ndaloi më njëherë? Nuk e ndaloi për shkak se kanë qenë të lidhur shumë për të. Derisa thuhet e kanë emërtuar me qindra emra alkoolin për tashnit të mëdha që e kanë post. Tëra të shkjo zakon. Kur e du një sen e emërtojnë me shumë emra ndryshëm. Atë shumë e kanë dashur, e kanë pi, normalisht që s'kan mund për më njëherë me praktis. Ti një njëri tash është alkooliçar dhe më njëherë shkoi thonë, "Lej, largoje." Ai ke tjetër ai ka shkuar në alkool. Po nuk e leve, se nuk është e lehtë. Ai shumë ta le cigara që për alkoolin. E njëjta është e bigjozimi. Veset janë problematike. Mbjedhja e një vesje shumë e shpejt, ama largimi që rënjosë e një vesje është shumë problematik. Ka nërë grad, edhe ti trajtoj që ashtu. Atë gabimtarët gjuna qarë. Pa mësem e ka ditë se me cilin si të veprojnë. Ka pos raste, ku për mesesem, qështjen e gjuna qarit nuk i ka përmen me emër përveçëm. E ka po një person një problem. Pra mësem nuk i ka përmen se filoni, qka është problemi filoni që e bani këtë problem, jo. E ka përmen përgjësi, qka është qështja një populli, që e bani këtë gjuna, që e bani këtë mëkat. Është interesant, për për mesesem, për qështjen e berizë, qështje sklavërisë, qështje do më thonë e lirimit nga sklavëria. Po në fund për mesesem qka tha? Hypin mimber, edhe tha, ma balu e kuamin, jeshtaritu në shuruten lejse fi kitabila. Qka është puna e një populli që vendosin kritere, kushte, që nuk janë librin e Allahut azza wa jall, dhe tha pësem, men ishtarata shartën lejse fi kitabila, lejse lehu va in ishtarata mija të shartë. Ta kush e vendos një shart, një kusht, që nuk është librin e Allahut, edhe si kur të i vendosin, një shi kushte, një shi kritere, nuk pranon për ti. Mirë pa pësem nuk tha, qka është problemi i filonit, me emër. Jo, se nuk do me pushtru. Qëllimi është përmirësimi, nuk është qëllimi poshtrimi. Kjo është problemi të na. Të na kur dëshirojmë përmirësim, qortojmë me emën përveçëm. Filoni. Qëllimi është poshtrim. Nuk është qëllimi përmirësim. Që përmirësimi ka forma tjera. Po ashtu rasti i Ibn Lutbijës, i cili ka qenë i angazhuar ta mbledhë zakatin. Ka shkuar ka mbledhë zakatin, edhe në fund kura shkët ka thonë, kjo është për ju e kjo është për mua. Kur e ka dëgjuar, për më shumë është emru. Si shiko mu që ti më shkuj morë parët e muslimanëve, edhe me thonë nesër kjo është e emja, kjo është e juve, jo. Nëse ata ndojnë musliman diçka prej asaj, ata ndojnë për ty, ti nuk ke drejta për me thonë ashtu. Edhe për më shumë doli tha po mirë, tha ky person, sikur ti të kishe ndej të shtëpia babas tonë edhe nanës tonë, a kishe shku dikush, ose shkorriti të shtëpia babas të shtëpia nanës, prit derisa të vjen dikush të japë diçka dhe del thuj, kjo është e emja, kjo është e juve. Për më shumë hipin mimber. Edhe pastaj tha, qka është puna e pëndorve, që ne i angazhojmë që të punojnë, që ata nuk ka qenë veshnja, ka pos më shumë, nuk ditë që kush është. Qka është puna e tyre, që ata shkojnë edhe pastaj na vinë dhe na thojnë, që kjo është puna ime, kjo është haku ime dhe kjo është e juve që juve është dhuru, tha ndonjëri prej atyre, tha le qëndrojë tha në shtëpinë e babës vetë dhe nanës vetë, le ta shikoje sa po shkon dikush mi dhon apo nuk shkon dikush mi dhon. Edhe tha pasha atë që shpirti Muhamedi është në dorën e tij. Kush për juve tha merë padrejtisht për pasurisë muslimanëve, tha ditën e kiametit do ta barte atë, do ta barte atë shpinën e vet. Ai cili ka marrë, qëllimi nuk është vetëm pasuria parja, delja lopa, që edhe aty pas e çon. Ka thënë ai cili merr padrejtisht një deve ose merr devën ka me bart me veten shpinë edhe ka me shku ditën e kiametit devja duke bulurin. Ai cili merr një lop ka me shku me lopën të ka e bart shpinë e lopa duke pëllit. Edhe ai cili merr dele ka me shku me delën edhe devja ka me blegëru. Edhe tha për mesesem qartë se çka tutë muslimoni realisht ta trajtoje. A ishte problemi me lubim, por neve na intereson ajo këtu se nuk
Qëllimi është përmirësimi, nuk është qëllimi poshtrimi. Aisha vetë thoshte radiollahu edhe thapë mëse pastaj e ngriti duart e veta derisa u po pjesa e nënsetullavit të tij dhe thoshte Allahumma hal balagt, Allahumma hal balagt 3 herë, o Zot, a e përcjella mesazhin, o Zot, a e përcjella mesazhin. Aisha thot se pejgamberi sa çdo herë kur I vinte ndonjë lajm për ndonjë person që ka vepruar diçka, nuk e emërtonte me emër përveç, po thoshte çka është puna aty në që thon ashtu, e veprojnë kështu. Kështu ka qenë pejgamberi sa ky ka qenë udhëzimi I tij. E ne jemi të obliguar me ndjek udhëzimin e tij. Udhëzimi aty nuk ka udhëzimin e tij. Ai i cili ndjek udhëzimin e tij, ashtu nuk unë drejt. Ai I cili nuk e ndjek udhëzimin e tij, padyshim që rruga e tij është e gabuar dhe nesër do gaboje. Andaj ta marrmi si shembull, ta marrmi si rnek atë që është më I dashur te Allahu subhanahu, sepse veprimet e tij kanë qenë veprime që kanë ardhur prej shpalljes e jo nga hamenja e tij. Elus Allahu subhanahu që Allahu subhanahu na përmirëson, dhe elus Allahu subhanahu që Allahu subhanahu të na udhëzon, dhe elus Allahu që ta mësoj që ta ndjekim rrugën e tij, dhe ta përmirësoj gabimet që I bëjmë në raport me Allahun subhanahu, dhe elus Allahu që çdo gabimtar, mëkatar Allahu subhanahu ta udhëzojë, ta drejtojë, që ja falë gjunat e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.